Ju e dini sa vën fillu një ndihmu edhe Ukrainës në luftën pro agresionit që filloi për Rusisë. Pra, këtu nuk është çështje më e veç e Kosovës, është çështje në përgjithësi, siç e tha edhe kolegu, e një problematike më të madhe. Okej, çka kanë mujt na si Kosovë me bë? Na më shumë edhe nuk mund të bëjmë. Kuptohet që nuk do të mirujt raportet me SBA-t, e unë besoj që ato i tha zoti Kurti që të qitë studio. Në aspektin e sigurisë ta e në kulm, mu që hepëm interesant si qëtarës të në kulm, pse? Jem të i blej armatim njërë të vazhdushme, ato që apo kërkon SBA-t që mu armatos. Jo në me investu në armatim, e ti me nejtë rahat atje edhe më të brojtu. Jo, shumë mirë, është të investu në armatim. Madje, po do në me bo fabrikë të municionit në gjakonës e shëdimim. Mos bësh ako. Jo në po thamë ato që e në vërteta, ty i që s'përqenë. Jo, kur është puna të NATO? Nuk flasë për shtet, nuk flasë për... A mund të avazhe edhe fakt? Një minutë. Mos bësh ako me arkitekturën sigurisë. Me naracion... Po jo, pas një minutë edhe në hesh moratoriumin e rritit, edhe një minutë rritë. Edhe një minutë. Kur jemi tek... Nëse bëhet që kjo si kauz në zgjedhje. Unë po thamë edhe njerë i kuptaj sepse e prek emocionalisht edhe votuesin. Po përsëris ato që thash në fillim, prej sloganit drejt NATO, ka dalë sloganin krahëteje, vetë zoti Haradinaj e ka po që si ka dhejz që e punë. Ka kuptim. Po si ka dhejz që e punë, o bura, nuk i ka dhejz. Me ushtrin, me reshtin dhe me krahun e ka që filozofin. Po do më ju thonë që me që to nuk shitet. Se s'munet, veç Ramushi me shtitu NATO, e në Bashkimin Evropian, kur Albin Kurti ka që kërkesën për antarësinë në Bashkimin Evropian. Interesant që neve na kanë trajtu në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrën jo, si thamë, meritore si Kosovë. Po ti po thuj që në aspektin e Bashkimit Evropian, suksesi madh i Kurtit është që ka që kërkesën për antarësinë. Po s'ka ban më shumë, as ka kërkush çka ban më shumë. Po sunishtizë se s'ka nuk. E por a dyta veç ta them, do të thoni, shkruaj për pak shkruaj. A mund të antarësohet në Këshillit të Evropës? A mund të punoj më shumë Jo, me punu të punu në sësën lemi, sepse kur të punon sësën lemi, na ndrejshet mas pari standartin neve, sepse që ato standarte kërkuan atje. Kur jemi tek që kjo puna kush e boni ushtrin, kjo është gati si kur me thot kush e boni liberalizimin. Në ato në dim... Kështë e vërtet. Po së është dësërë se s'kon konvene të e heq. James Mattis. Po ty s'kon konvene e heq. Sekretari... Po veç ta përfundaj. A mare zatja. Po, drenoj që 15 minuta e duke të asë për 15 minuta. 4 pika i preka, one për 4 minuta, 15 minuta. Liberalizimi i vizave. Liberalizimi i vizave. U bo në qeverin Kurti, sepse ishin bo shumë hapa me qeveri tjera dhe këto. Njët ka qenë edhe me ushtri. Me thonë Hashim thonë se se ka bo ushtrin, s'ka bo kur që për me bo ushtrin, se ka prit Ramushi me orë me bo ushtrin, është me shkel bremik ton atë sakrificë.